Këngëtarja e njohur shqiptare, Fifi, u shfaq sot në një transmetim live në Instagram, ku fillimisht hyri për të folur rreth pjesëmarrjes së saj në edicionin e 64 të Festivalit të Këngës në RTS. Ajo konkuron këtë vit së bashku me Tiri Gjoci me këngën Ri, një projekt që ka marrë vëmendje të madhe dhe pëlqyeshmëri të konsiderueshme nga publiku. Megjithatë, gjatë transmetimit, Fifi u duk në një gjendje të rënduar emocionale dhe nuk arriti t'i mbante lotët. Në mes të fjalës, ajo shpërtheu në të qartë, duke lënë të nënkuptohet se po përballet me presione të forta në kuadër të festivalit. Sipas saj, ka një orkestrim të caktuar që po i krijon pengesa dhe ngarkesë të panevojshme. Situata u rëndua edhe më shumë kur në komente u përmend djali i saj, gjë që e goditi në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe e bëri të humbas qetësinë. Me zërin që i dridhej, ajo shprehu dhimbjen dhe shqetësimin e një nëne që shese në debate apo kritika po përfshihet pa të drejtë edhe fëmia i saj. "Çka ju ka ba djali jem? Kujna jam t'ja prish balancën në festival?" U shpreh ajo mes lotësh, duke bërë një apel të fortë ndaj ndjekësve dhe publikun që mos ta përzien djalin e vogël në çështje që lidhen me artin e saj. Momentin ndjeu shumë reagime nga fansat, të cilët e mbështetën dhe i kërkuan të fokusohej vetëm te muzika dhe performanca e saj në festival. Fifi dhe Tiri pritet të ngjiten në skenën e festivalit të këngës me një nga duetet më të komentuar të këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.